Viti 2025 ka qenë teti suksesshëm për ekipin e Notit të Vllaznisë, I cili në drejtimin e trajnerit Kol Qiroka ka spikatur në të gjitha veprimtaritë kombëtare dhe ndërkombëtare ku ka marrë pjesë. Konfirmimi I radhës I këtij dominimi erdhi edhe në aktivitetin e fundit të vitit, kampionatin Santa Claus Talent Cup I zhvilluar në Shkup të Maqedonisë së Veriut. Ky aktivitet ndërkombëtar mblolli 40 klube nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Serbia me pjesëmarrjen e 366 notarëve. Vllaznia u përfaqësua nga 3 sportistë, Viki Tafruku, Joel Golemi dhe Skerdi Kroni, të cilët dhanë një paraqitje të shkëlqyer dhe u kthyen me një bilanc të pasur medaljesh dhe vlerësimesh individuale. Protagonisti absolut e ekipit shkodran ishte Viki Tafruku, e cila u shpall sportistja më e mirë femër për grup moshën 13-14 vjeç dhe njëkohësisht sportistja e dytë më e mirë femër e gjithë kampionatit. Tafruku fitoi 3 medalje ari në disiplinat 50, 100 dhe 200 metra stili lir. Në garen e 50 metrave stili lir, ajo regjistroi kohën më të mirë të kampionatit, ndërsa në 100 dhe 200 metra stili lir u rëndit e dyta në kategorinë Open. Me rezultate shumë të mira u paraqit edhe Joel Golemi, I cili u shpall sportisti më I mirë mashkull për grup moshën 9 deri në 10 vjeç. Ai fitoi medalje ari në disiplinën 50 metra stili lir dhe 2 medalje argjendi në 100 dhe 200 metra stili lir. Edhe notari tjetër I Vllaznisë Skerdi Kroni la gjurmë në këtë aktivitet. Ai u shpall sportisti I tretë më I mirë mashkull për kategorinë 11-12 vjeç, duke fituar medalje argjendi në 50 metra flutur dhe 3 medalje bronzi në disiplinat 50, 100 dhe 200 metra stili lir. Këto trofe të fituara në kampionatin Santa Claus Talent Cup në Shkup janë fryti një pune të vazhdueshme, këmbgulëse dhe profesionale që trajneri Kol Qiroka zhvillon gjatë gjithë vitit me sportistët e tij, duke konfirmuar Vllazninë si një nga ekipet më të forta të Notit në rajon.